dëmtuar nga përmbytja? Nga përmbytja komplet baza ushqimore Bari. Qa ishin bereqet, një 10-15 kujtal hime, mi mori fuqien, mi solli këtë në gjatë. Qinja, ato që pillnin natën me vjallë nuk dheshin mjes. Të tjerë që ishin të vegjël, dhe ata i mori jo uji, jo ashtu pula me vjallë gjera. Edhe një vit vogël që kisha stallë dhe nuk arriti ta gdhinte dot nga ftoti nga ato. Ja këto çfarë them. Grupet e konstatimit çfarë ndihmesh do të afrojnë? Këta të komunës kanë thënë që do bie mësollën dije ushqim për Blegdorin. Do bie prapë thonë, i falemderit inshallah. Çfarë ke nevojë konkretisht? Po konkretisht tani stane dhe për çdo gjë ka nevojë. Hajde se bar kam çik vet aty, po këto bereqet më bën mirë, më ndihmojnë. Nuk ka bazë ushqimore për momentin, është dëmtuar. Po bari të shi kam barë thash, këto ushqime, këto himet i përmbysi ujë, të qiet gjitha i... Shpreson të marrësh dëm shpërblim? Po tani kujti, Zoti, na ndihmoj. Po patën dëshirë, na japin, dhe është mundësia, le na japin. Se është përmbytur nga Semani? Kemi një sipërfaqe prej 30 hektarë, është mbjellë me ullim dhe lajthi, ndërkohë është hera 2 që përmbytet. Herën e parë na zuri dhe pa vjel ullim, ndërkohë që mbeti edhe 2-3 hektarë pa vjel. Ndërkohë tash jemi akoma nuk futemi dot në parcel, është niveli i lartë i ujit. Niveli këtë vit ka qenë shumë më i lartë dhe presim të shti se si do të jetë gjendja. Kanë ardhur grupet e verifikimit për të parë çfarë ju është përmbytur? Po nga Rebi, Lushnje erdhën panë, por nuk futeshin dot sepse aty ishte situata e mbytur dhe lam që do të pasi të bien niveli i ujit do të rishikojmë prapë parcelën dhe të shikojmë a kanë dëm ullinjt dhe lajthit. Ke plotësuar dokumentacion për dëm shpërblim? Jo, ende nuk kam plotësuar sepse do të shikoj çfarë është dëmtuar. Domethënë shikojmë reagimin e ullinjve dhe ajo pjesë e prodhimit që nuk u mor dot. Ke ndonjë shifër sa është dëmi që të është shkaktuar? Po në 2 hektarë ne mendojmë rreth 1500 litra vaj që e konvertuar që shkon jo shumë, por gjithë meraku ynë është tek gjendja fizike në vazhdimsi dhe se si do të reagojnë pemët. Shpreson që do të marrësh dëm shpërblim? Shikojmë të vazhdojmë një procedurë, pikë së pari presim që të bien ujëra dhe të shikojmë çfarë dëmi është bërë. Edhe institucionet nuk mund të parashikojnë a priori. Gjithë problemi është se ne dëmin e shikojmë më mbrapa, kur të fillojnë tharja apo problemet që do kenë në pemët. Konstatuar deri tani. Grupi i verifikimit të dëmeve që janë shkaktuar nga përmbytjet e kohëve të fundit në komunën e Golemit dhe njësinë administrative të Golemit, në bashkëpunim edhe me Rebin, përfaqësuesit të cilës jap, kemi ditë që kemi dalë në terren për të verifikuar këto dëme dhe është konstatuar që janë tema të konsiderueshme. Përmbytjet janë masive, kanë qenë rreth 200 hektarë para 3 ditësh. Sot uji vazhdon të largohet, hidrovori është në gjendje pune, është tërhequr nga parcelat, por pasojat janë të mëdha. Se përveç përmbytjeve para disa ditësh ka pas edhe ulje të ndjeshme të temperaturave, të cilët kanë ndikuar në perimet e mbjellën sera, duke shkaktuar dëme serioze. Janë rreth 10 hektarë, janë rreth 6.5 hektarë sera të dëmtuara, të cilat nuk mund të rikuperohen dhe janë këshilluar fermerët sipas mundësive që kanë për të bërë mbjelljet e reja të sezonit që po vjen. Dëmet konsiderueshme ka edhe në fusha, në kulturët e arave, në faragjere, në grur, edhe në dru frutor ku ka kapur. Gjithashtu edhe në stane, se kjo zonë, si që shikoni, ka stane të cilët mbarashtojnë vend zakonisht, edhe në 2-3 stane dëmet janë mëdha në ngordhje edhe në numër të krerë, si që janë qinjat për shembull, po dhe bakti kështu të rritura. Ne vazhdojmë të konstatojmë, jemi në proces e sillur, në përfundim pastaj do të bëjmë përfundime dhe të shikojmë se çfarë do të bëhet. Sa mendon unë të zgjas procesi verifikimit? Besoj brenda 2 ditësh ky proces është mbyllur. Pastaj dokumentacioni të dy palave. Dokumentacioni pastaj do ta marrim siç na sjellën nga njësia ose nga bashkia. Ku do dërgoj dokumentacioni? Do të informoj për këtë. Përshëndetje. Si
përfaqësues ose drejtues i njësisë administrative Golem. Kemi prej 3 ditësh në terren bashkë me përfaqësues agronom të Arebit Lushnjë, duke verifikuar dhe konstatuar të gjitha dëmet të shkaktuara si pasojë e rreshjeve të shiut të fundit, që janë goxhat konsiderueshme. Në njësinë tonë fatmirësisht nuk është se ka pas ndonjë dëm kolosal, përveç se deri më tani kemi konstatuar rreth 40 hektar tokë bujqësore të përmbytura, 2 stane baktish për cilat ka pas dëm materiale në ushqim bazë ushqimore, kryesisht në koncentrate dhe bar. Sot kemi bërë shpërndarjen e fazës parë, që mendoj mund të ketë dhe një fazë dytë për shpërndarje të bazë ushqimore, të 2 këtyre stanet baktive, duke i shpërndar koncentratin në stan, si dhe verifikimin e të gjithë prodhimeve bujqësore kryesisht në serat, cilat janë dëmtuar nga kushtet atmosferike kohët e fundit, ngricat. Çfarë dokumentacioni duhet për të plotësuar llojet e dëmeve? I mbani të ndara si veprojnë? Jemi duke mbajtur konstatimi për momentin, i plotësojmë bashkëpunim duke marrë dhe miratimin dhe firmën e fermerit ose blektorit, dhe ja përcjellim drejtorisë bujqësisë Lushnjë. Më tej pastaj ato marrin masat. Sa mendon se do të zgjas akt konstatimi? Mendoj që këto 2-3 ditë e fundit ne i mbyllim. Punë 2 ditësh i mbyllim të gjitha. Është çdo kryetar njësie vendore në Bashkinë e Lushnjës? Mendoj se po. Me kontaktet që unë kam, të gjithë janë terren, duke verifikuar dhe konstatuar gjithë dëmet materiale ose bujqësore që janë bërë. Situata si duket? Në njësinë tonë fatmirësisht, duke qenë se pjesa më e madhe jemi pjesë kontrinore, nuk është se kemi probleme të mëdha, përveç se meraku jonë ishte fshati Pluk, duke qenë se zonë fushore, por që fatmirësisht nuk patëm asnjë dëm në banesa përveç se të mbjellave bujqësore. Do të marrin dëm shpërblim, mendon të është folur? Po, patjetër, besoj se po. Duke qenë se qeveria ka ndërmarrë masa për duke nxjerrë akte ligjore apo ligjore. Mendoj se duhet marrin dëm shpërblim gjithë. Po kod me zukaj. Nuk hyn dot për asnjë lloj gjeje. Nuk hyn dot për asnjë lloj gjeje.